3 foshnjë u braktisën sapo erdhën në jetë nga nënat e tyre biologjike, duke u lënë në klinikën e neonatologjisë. E gjitha kjo vetëm gjatë muajit janar të këtij viti. Njëra foshnjë tashmë është dërguar në një familje strehuese përmes ndërmjetësimit të qendrës për punë sociale, ndërsa aktualisht në klinik kemi edhe 2 foshnja të tjera që kanë mbetur pa përkujdesje prindërore. 32 raste të ngjashme, ndër kaq ishin regjistruar gjatë gjithë vitit të kaluar. Ndër arsyet pse bebeve u kthehet shpina është për shkak se ato vinë në jetë nga marrëdhënie jashtëmartësore, fukarallëkut e dhunës në familje. Ato sipas mjekëve po braktisen edhe për shkak të anomalive të lindura apo sëmundjeve të pashërueshme. Kryeqyteti ka 3 familje strehuese të gatshme për t'i pranuar këta fëmijë. Nevojat janë shumë të mëdha për familje strehuese në kryeqytet, sepse kemi fëmijë nga komuna e Prishtinës që po qëndrojnë në komuna të tjera. Adresë tjetër strehimi e përkujdesjeje pos familjeve strehuese janë edhe ato adoptuese, vetëse ka disa procedura për ata që duan të birësojnë fëmijët e braktisur. Një familje potenciale strehuese, përveç vullnetit, duhet të jenë mbi moshën 25 vjeçare, të ketë zotësi veprimi, të mos jetë ndjekur penalisht, të ketë hapësirë të mjaftueshme banimi dhe të jetë në gjendje të mirë psikike dhe fizike. Shënjestër.net